Zëvendës kryeministër I parë dhe ministër I punëve të jashtme dhe diasporës Lauk Kojuse. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Kërvoha. Zëvendës kryeministër I tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Ekrem Tamza. Ministër I financave dhe ekonomisë Kurran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Poti. Ministër I mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministër I punëve të brendshme Xhelal Sfeshja. Ministër I administratës publike dhe digitalizimit Gylzon Yaxhin. Ministër I shëndetësisë Arben Kvitia. Ministër I arsimit dhe shkencës Avne Zogjon. Ministër I kulturës dhe turizmit Fatmir Spahi. Ministër I sportit dhe rinis Kerim Gashan. Ministër I administrimit pushtetit lokal Rasim Demir. Ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacoli. Ministër I bujqësisë, kultarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministër I infrastrukturës dhe transportit Diman Basho. Ministër I tregtisë, industrisë dhe integrimeve europiane Mimoza Kusar. Ministre e energjisë dhe minjerave Artane Rizvanova. Ministër për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Dhe Ministër për zhvillim rajonal Sejnur Veshin. Zonja dhe zotri, Kosova jonë është më shumë se një vend I shtet, është ëndra e mërgjimtarit që ka lënë vendin dhunshëm me shpresën që do të kthehet së shpejti. Është amaneti dëshmorëve dhe sakrifica e gjeneratave që u fliuan dhe u përpoqën që ne sot aktësojmë njëri. Është shpresa e prindit që sheh të fëmija jetë ardhme më të mirë. Është djesa e punëtorit, dëshmia e studentit dhe përkushtimi I mësuesit në një klasë në qoftë të sotës. Është fjala shqip që këndojnë me mallë në skaj botës e që kur nuk harrojnë.